Shiu binte i imët mbi dritaret e vilës trekatëshe. Sikur dikush i binte me gishta të vegjël, për të kujtuar se edhe shtëpitë më të pasura nuk ishin të sigurta nga errësira që sjell jeta. Shtëpia e milionerit Ardit Selimi atë mbrëmje dukej më e heshtur se kurrë. Dritat e jashtme ndriçonin vetëm pjesërisht oborin e madh, ndërsa era përplaste gjethet e pemëve të arave që gjendeshin pranë hyrjes. Arditi, një biznesmen i njohur në fushën e ndërtimit, ishte rikthyer më herët nga një udhëtim pune që supozohej të zgjaste deri të nesërmen. Askush nuk e dinte këtë, përveç shoferit që e kishte marrë nga aeroporti. Ai kishte marrë vendimin papritur, ndërkohë që ishte ulur në hotelin luksos të Londrës, duke pirë një kafe të ftohtë. Një ndjenje e çuditshme e trishtimit dhe mungesës së qetësisë i kishte hyrë në shpirt. Ishte menduar gjatë, por në fund kishte vendosur, do të kthehej në shtëpi, në shtëpinë ku e priste djali i tij 12 vjeçar, Eri, që nga vdekja e gruas së tij, Elirës, 3 vite më parë, Arditi kishte qenë një njeri që jetonte midis hijeve. Koha kishte kaluar, dhe njerëzit mendonin se ai e kishte hedhur pas tragjedin, por jo, në shpirtin e tij plagët nuk ishin shëruar kurrë. Ai punonte ditë e natë, vetëm për t'i dhënë djalit të tij gjithçka që i mungonte. Praninë e një nëne. Mund të mos ja zëvendësonte kurrë, por ai bënte që mundej. Vetëm një person tjetër kishte akses të përditshëm në shtëpi. Pastroja e re, një grua rreth të 30-ave me emrin Olta. Arditi e kishte punësuar me rekomandim nga një agjenci. Në një kohë kur ishte i detyruar të mos ishte gjithmonë në shtëpi. Ajo duke e qetë, e sjellshme, shumë e disiplinuar në punë. Nuk fliste shumë, por gjithnjë i përgjigjej me respekt. Në fillim, gjithçka kishte shkuar mirë, por në ditët e fundit, Eri ishte treguar më i heshtur se zakonisht. Kishte net kur zgjohej i tronditur, net kur nuk flinte fare, dhe mëngjese kur shikimi i tij duke i zbrazët. Arditi e kishte pyetur disa herë, por djali vetëm ulte kokën dhe thoshte: "Jam mirë, babi." Dhe ai, i lodhur nga jeta dhe i verbuar nga besimi, e kishte lënë me aq deri sonte, çdo gjë do të ndryshonte. Ora shënonte 20. 47 kur makina e zezë Range Rover ndaloi para portës së hekur të vilës. Arditi zbriti ngadalë, hodhi gjupin mbi supë dhe mori valixhen e vogël dore. Ajri ishte i lagësht dhe një erë e ftohtë i preku fytyrën. Zakonisht në këtë orë, Olta kishte mbaruar punët dhe largohej. Eri, nga ana tjetër, duhej të ishte në dhomën e tij, duke parë ndonjë film vizatimor ose duke lexuar ndonjë libër. Ai rrallë flinte herët, ndërsa hapi derën e madhe të hyrjes. Arditi vuri re diçka të çuditshme. Dritat e korridorit të dytë ishin ndezur. Kjo nuk ndodhte kurrë, sepse Olta i fuste gjithmonë në slep mode, sipas rregullit të shtëpisë që Arditi vet kishte vendosur. Ai ngriti vetullat, e mbylli derën pa bërë zhurmë. Në atë moment, dëgjoi një zë të ulët. Nuk ishte zë i fortë, por ishte i qartë. Një përzierje mes lutjes dhe frikës. Zemra ju ra më fort. Hapi disa hapa të ngadalë. Zëri vinte nga dhoma e vogël pranë shkallëve. Dhoma ku zakonisht mbaheshin mjetet e pastrimit dhe rrobat e palara. Ai mori frymthell. Pastaj dëgjoi diçka tjetër. Zë femëror, një ton i ashpër, i panjohur, as pak ai Oltës që ai njihte. Një urdhër, një kërcënim, i përzier me mlef. Arditit ju drodh trupi. Instinkti i prindit u ndez menjëherë. Pa menduar 2 herë, u afrua drejt derës, dhe sapo dëgjoi një tjetër britëm të mbytur, e njohu menjëherë zërin. Ishte i birit, dhe atëherë çdo gjë brenda tij shpërtheu. Ai hapi derën me një forcë që nuk e kishte ndjer asnjëherë. Pamja që pa nuk do t'i dilte kurrë nga mendja. Jo për detajet, por për faktin se djali i tij, fëmia që ai donte më shumë se jetën, ishte në një situatë të tmeshme, të frikshme, të brisht. Eri ishte i strukur në një qoshe, me sytë e përlotur, duke dridhur duart, ndërsa Olta qëndronte mbi të, me një qëndrim kërcënues, një shprehje fytyre që nuk kishte asnjë lidhje me atë gruan që ai kishte punësuar. Çfarë po ndodh këtu? U lëriti Arditi, me një zë që nuk e kishte dëgjuar kurrë nga vetja. Olta u kthye, u zverdh, dhe për një sekondë u duk sikur po kërkonte një justifikim. Por ai nuk e la të fliste. Ju afrua me hapa të shpejt dhe e tërhoqi larg djalit. Ajo u përpoq të thoshte diçka, por asnjë fjalë nuk dilte qartë. Eri kërceu në krahët e babait, duke qarë: "Babi, më fal", pëshpëriti ai. Arditi e shtrëngoi fort, duke mos kuptuar pse djalin ndjente faj. Lotët i rodhën vetvetiu, diçka që nuk i kishte ndodhur prej shumë vitesh. "Eri, biri im, s'ke faj për asgjë. Jam këtu." Olta u përpoq të largohej drejt derës, por Arditi i bllokoi rrugën. "Mos lëviz. Asnjë hap", i tha me një zë të ulët, por më të ftohtë se akulli. Ajo ngriti duart lart, duke mërmëritur: Nuk e kupton, nuk është ashtu si duket, do t'ua shpjegosh policëve", tha ai, duke marrë telefonin.
Ajo u zvedh përsëri. Në atë moment gjithçka në shtëpi heshti. Edhe shiu dukej se kishte ndalur. Telefonata u bë brenda pak sekondash. Zëri i Arditit ishte i prerë, i qetë, por i mbushur me një zemërim kaq të thellë, sa policët nuk bën asnjë pyetje të panevojshme. Për pak minuta ata do të ishin aty. Ai mbylli telefonin dhe mbajti eri pranë vetes. Olta, e ngujuar mes derës dhe murit, duke sikur e kishte humbur çdo grim logjike. Je e përfunduar, i tha Arditi, pa e ngritur zërin. Çfarë do që ke bërë, çfarë do që ke provuar të bësh, nuk do të shpëtosh. Ajo uli kokën. Asnjë fjalë, vetëm frymëmarrje e çrregullt. Por ajo që Arditi nuk dinte ende, ajo që nuk e kuptonte akoma, ishte se kjo ngjarje e tmerrshme kishte filluar shumë më herët. Djali i tij kishte mbajtur një barë të madhe për ditë të tëra. Kishte jetuar në frikë, në heshtje, në mundim, dhe gjithçka kishte ndodhur pikërisht nën hundën e tij. Sonte ishte zbuluar vetëm fillimi i së vërtetës, ndërsa pjesa më e errët e historisë sapo po hapej. Korridori i shtëpisë ishte mbushur me një heshtje të rëndë, të dendur, thuajse të përtypshme. Pas shpërthimit të parë, pas britmës së Arditit dhe pas frikës së djalit që i shtrëngoi në kraharor, realiteti dukej sikur ishte ngrirë. Edhe Olta, e mbështetur pas murit, duke i mpirë, si një hije që papritur ishte zbuluar e gjithë errësira e brendshme. Arditi e tërhoqi Erionin pranë vetes dhe u ul në divanin e madh të sallonit. Djali dridhej, fytyra e ishte zbehur dhe syt i kishte të mbushur me lotë që nuk po pushonin. Ishte një fëmijë 12 vjeçar, por në atë moment dukej më i vogël, më i thyer, më i pambrojtur se kurrë. Ai vendosi dorën mbi kokën e tij. Biri im, je i sigurt? Je mirë? Të lutem, shiko më. Eri ngriti syt ngadalë. Ishin sytë e errët, jo nga ngjyra, por nga një bare padukshme që e kishte mbajtur për shumë kohë. Babi, zëri i tij u drodh. Unë kam pasur shumë frikë. Arditi e mbështolli me krah. Tani jam këtu. Asgjë nuk të prek më. E kupton? Asgjë. Por djali, edhe pse pranë babait, nuk ndihej i qetë. Ishte sikur mendja e tij ishte ende e ngujuar në ditët e shkuara. Kishte heshtje, kishte paqëndrueshmëri në frymarrjen e tij, dhe kishte në shpirt një histori që nuk e kishte treguar kurrë. Nga pas, Olta qëndronte ngurtë, me kokën ulur, duke pritur çfarë do të ndodhte. Nuk u përpoq të ikte. Ndoshta e dinte se nuk kishte ku. Ndoshta e dinte se çdo tentativë e saj ishte tashmë e kotë. Dhe atëherë u dëgjua trokitja. Policia kishte mbërritur. Policia dhe rrëfimi i par 2 oficer hyn brenda, një burr shtatlart dhe një grua me fytyrë të vendosur, por jo të ashpër. Ata pan menjëherë situatën. Një burr i tronditur, një fëmijë i friksuar dhe një grua e dyshuar, e cila qëndronte kokulur, me duart përpara sikur priste prangat. Zoti Ardit Selimi, pyeti oficeri. Po, u përgjigj ai me një zë që i dridhej nga zemërimi. Ajo ka qenë duke kërcënuar djalin tim, duke e trembur, duke i bërë gjëra që nuk duhej t'i bënte kurrë askush një fëmije. E kuptojmë, do ta trajtojmë me shumë seriozitet, tha oficerja, duke ju afruar Oltës. Zonje, duhet të vini me ne. Por kur oficerët u afruan për t'i vënë prangat, Olta ngriti kokën për herë të parë, që kur Arditi e kishte kapur mat fytyra e saj, nuk ishte më ajo e një punëtore e të zakonshme. Ishte tensionuar, e mbushur me një lloj çmendurie të heshtur, por edhe me një frikë të thellë. Më lini të flas, tha ajo me një zë të ulët. Arditi gati shpërtheu. Ti nuk ke asgjë për të thënë. Asgjë. Por oficerja ngriti dorën. Çdo fjalë e saj do të regjistrohet. Më lejoni të vendos unë. Olta mori i frymë thellë. Unë nuk jam ajo që mendoni. Asgjë nuk është si duket. Oficeri afër saj mblodhi vetulla. Sqarojeni në komisariat. Jo, bërtiti ajo. Dua t'ja them tani, sepse ai tregoi me gisht Erionin. Ai ka dijeni për diçka shumë më të madhe. Eri u tërhoq pas babait, ndërsa Arditi u ngrit në këmbë. Mos guxo t'i afrosh djalit tim. Por Olta nuk lëvizi. Ajo vetëm vazhdoi. Unë nuk jam këtu pa arsye. Nuk jam këtu rastësisht. Unë jam dërguar. Oficerja e kapi për krah. Mjafton. Do të vazhdojmë në komisariat. Pas pak sekondash, Olta u shoqërua drejt makinës së policisë. Ndërsa dera u mbyll pas tyre, shtëpia mbeti përsëri në heshtje. Por këtë herë nuk ishte një heshtje e frikshme. Ishte një heshtje e mbushur me pyetje. Arditi uli kokën. Ai ishte i brengosur, i lodhur, i thyer. Pastaj, për herë të parë, ai ul përballë djalit dhe e shikoi drejtë në sy. Eri, biri im, dua ta di çdo gjë. Dua ta di çfarë ka ndodhur. Djali nisi të dridhej përsëri. Ai nuk fliste, vetëm shikonte tokën. Të lutem. Sytë e djalit u mbushën me lotë.
Babi, unë nuk e dija si ta thosha. Ajo më ka bërë të ndjehem i tmerruar. Çdo ditë, zëri i tij dridhej. Ka qenë këtu për javë të tëra, babi, dhe unë ka menduar se po bëja diçka gabim. Ajo më thoshte se ti nuk do t'i besoje fjalët e mia, se ti do mërziteshe me mua, se do të zhgënjeheshe. Sytë e Arditit u mbushën me lot. Nuk do të zhgënjehem kur me ty, bir. Kur? Asgjë që ti mund të thuash nuk do të më largoj. Dhe atëherë eri tha diçka që Arditit i ardhiu zemrën. Babi, ajo më kërcënonte me diçka që ka lidhje me ty. Më thoshte se e di një sekret tëndin të vjetër, një gjë të madhe, dhe se nëse flisja do të shkatëronte. Arditi ngriti kokën. Çfarë sekret? S'kam asgjë. Por djali po tunte kokën. Ajo më tha se ti ke bërë diçka shumë vite më parë. Dhe ajo e di. Arditi ngriti vetullat. Në shpirt ju fut një ndjesi e ftohtë. Eri, për çfarë e kishte fjalën? Nuk e di, babi. Vetëm më thoshte që nëse flisja, do të na ndodhnin gjëra të këqija. Arditi u ngrit. Ai ishte i tronditur, i humbur. Kishte diçka këtu që ai nuk e kuptonte. Diçka më shumë se thjesht një pastruese problematike. Diçka që shtynte pyetjen. Kush ishte Olta në të vërtetë? Dhe pse kishte ardhur pikërisht në shtëpinë e tij? Vjen psikologjia e policisë rreth një orë më vonë, një grua rreth të 40-tave, me sy të qetë dhe vështrim shumë njerëzor, trokiti në derë. Ishte psikologjia e policisë, e dërguar posaçërisht për të folur me Eriun. Zoti Selimi, tha ajo me ton të qetë, policia do të merret me pjesën penale. Por për djalin duhet të kujdesemi me shumë delikatesë. A mund të flas me të? Eri e shikoi babain dhe Arditi tunte kokën. Do jem këtu, bir. Nuk të lë vetëm. Psikologjia u ul pranë djalit, duke ruajtur distancën e duhur dhe një ton shumë të ngrohtë. Eri, je shumë i fortë. Ajo që ke kaluar është e rëndë, por nuk je vetëm. Ne jemi këtu për ty. Djali mezi foli. Zëri i tij nxori vetëm pak fjalë, ngadalë. Ajo më ka trembur shumë ditë. Ka bërë gjëra të këqija. Nuk e di pse. Vetëm thoshte se do të shkatëronte ty. Psikologjia shkroi diçka. Arditi, edhe pse mundohej të qëndronte i fortë, ndjente brenda një ndjenjë që i gërrynte shpirtin. Faj i madh. Si ishte e mundur që nuk e kishte kuptuar? Si kishte lejuar që djali i tij të vuante për javë të tëra pa e ditur? Eri ngriti syt papritur. Ajo nuk erdhi rastësisht. Psikologjia e pa me vëmendje. Si e di? Ajo më tha se ka ardhur për babin, se dikush e ka dërguar. Arditi e ndjeu sikur i iku toka nën këmbë. Kush e ka dërguar? Djali u drodh. Nuk më thoshte më shumë. Vetëm dikush që babi e njeh. Kjo fjali ra në dhomë si një bombë e heshtur. Psikologjia ngriti kokën. Kjo është e rëndësishme. Arditi u li kryet. Ai nuk e dinte më çfarë të mendonte. Kush do të kishte arsye t'i bënte keq atij dhe djalit? Ai ishte biznesmen, po kishte konkurrent, po kishte edhe armiq të heshtur në botën e biznesit, por jo deri këtu, jo deri te fëmia. Por gjithashtu kishte diçka që e mundonte, një gabim i vjetër, një mëkat i harruar, diçka që nuk e rrëfente kurrë mosvall, telefonata që ndryshoi gjithçka teksa psikologjia po vazhdonte bisedën me djalin. Telefoni i Arditit ra, numër i panjohur. Ai u largua pak nga dhoma dhe u përgjigj. Po? Zëri në anën tjetër ishte i trash, i çuditshëm, dhe i qetë përtej normales, Ardit Selimi. Kush je? Nuk ka rëndësi kush jam. Ka rëndësi se çfarë kam bërë. Arditi ngriti vetullat. Kush flet? Zëri qeshilet, një qeshur që ngrinte gjak. E di që e gjete djalin. E di që e gjete pastruesen. Të lumt. Arditit i ngriti qimet e qafës. Nuk e kuptoj, jo, ti e kupton shumë mirë, tha zëri. Unë ta dërgova. E dërgova me një qëllim, por ti u ktheve pak më herët se duhet. Arditi u shtang. Çfarë? Kush je ti? Jam dikush që ti e ke harruar, por unë nuk të kam harruar ty. Çfarë do? Zëri u thellua, vetëm fillimi ishte. Pastruesja ishte vetëm lajmetarja ime. Unë dua diçka shumë më të rëndësishme. Çfarë? Zëri heshti për disa sekonda, pastaj. Dua të dalë në dritë e vërteta jote, Ardit. Ajo që fshehe prej shumë vitesh. Arditi ngriti kokën. Gjaku ju mpiks për një çast. Unë s'kam çfarë të fsheh. Zëri qeshi përsëri, po, ke. Dhe unë e di. Telefonata u ndërpre. Arditi qëndroi në vend, me telefonin në dorë, me shpirt të ngrirë. Pastaj, ngadalë, ai u kthye drejt sallonit. Psikologjia ishte ulur pranë djalit.
Ajo e pa fytyrën e tij dhe e kuptoi menjëherë. Diçka ka ndodhur. Arditi u ul ngadalë. Syt I ishin errësuar. Frymarrja ishte e thellë, e rëndë. Ka dikush tjetër pas kësaj, tha ai me zë të ulët. Dikush e ka dërguar atë grua. Dhe ai njeri thot se un kam një sekret të vjetër. Psikologjia ngriti vetullat. Një sekret. Çfarë lloj sekreti? Arditi uli syt. Një gjë për të cilën kam heshtur deri sot. Eri e pa me frikë. Babi, çfarë do të thot kjo? Arditi mori frymë thellë. Dhe për herë të parë në jetën e tij, ai e ndjeu se e vërteta e kaluar po trokiste me forcë në derë. Shtëpia ishte sërish e qetë, por ajo nuk ishte qetësi e zakonshme. Ishte ajo lloji I heshtjes që të shpon kockat, që të sjell ndërmend se diçka shumë e madhe është duke ardhur. Psikologjia ishte ende aty, pranë djalit, duke ndjekur frymarrjen e tij, duke u përpjekur ta hiqte nga ajo spirale e frikshme që kishin shkaktuar ditët me Oltën. Arditi u kthye me hapa të ngadalshëm, sikur çdo hap I tij ishte një pranim, një rrëfim pa zë. Sytë e psikologjes e takuan menjëherë, duke kuptuar se ai nuk po e mbante dot më peshën e asaj që mbante brenda. Zoti Selimi, tha ajo butë, në rastet kur dikush thot se ka një sekret nga e kaluara, diçka që mund të përdoret për shantazh, është e rëndësishme të flitet. Edhe për djalin, edhe për ju. Eri e pa babain. Kishte një ngërdhëshje të vogël ankthi në fytyrë, një lloj dyshimi të pafajshëm, që vetëm një fëmijë mund ta kishte. Babi mos ki frikë. Më thuaj. Arditi u ul përballë tyre. Ai mori një frymë të gjatë, aq të rëndë sa dukej sikur po nxirrte një plagë që prej vitesh ishte varrosur. Para shumë vitesh para se të martohesha me maman tënde, tha ai duke u dridhur pak. Isha një djalë I ri, I pamenduar, I pavëmendshëm. Bëra një investim të gabuar me një shok, një njeri që më dukej I sinqert, por që rezultoi krejt e kundërta. Ne humbëm shumë para, por ai pretendoi se unë e tradhtova. Ai tha se unë e lash vetëm, se unë e futa në borxhe. Psikologjia e dëgjoi me vëmendje. Eri u shtyp pak më afër. Unë u përpoqa ta ndihmoja, vazhdoi Arditi. I ofrova të gjitha kursimet e mia. Punova natë e ditë për një vit të tërë që t'ia ktheja parat. Por ai nuk e pranoi. Ai donte më shumë. Donte të hakmerej. Sytë e Arditit errësuan. Ai kishte një problem të rëndë psikologjik, shpërthime nervore, disa herë ka pasur edhe probleme me ligjin. Unë e dija se ishte I rrezikshëm. I thash, më lë rehat. Nuk jam unë fajtori. Ishte një humbje biznesi. Por ai refuzoi. Psikologjia shtrëngoi lapsin. Kush ishte ky njeri? Arditi uli syt, quhej. Sokol Bardhi. Emri ra në ajër si një goditje. Psikologjia ngriti kokën menjëherë. Sokol Bardhi, ai që u dënua më pas për mashtrime dhe dhunë. Arditi tunte kokën. Po, ai. Një njeri që s'duhej kur të kisha lidhur punë. Ai tashmë ka dal nga burgu, shtoi psikologjia. Doli para pak muajsh. Eri ndjeu një therrje frike. Babi, mos më thuaj që ai është ai njeriu? Arditi mbylli syt. Besoj se po. Zëri ishte I tij. Ai thot se Olta nuk ka ardhur rastësisht, se e ka dërguar ai. Psikologjia mori frymë thellë. Kjo e ndryshon situatën. Kemi të bëjmë me një individ të rrezikshëm. Eri e mbështolli vetëm me krah sikur ngrohej nga një ftohtësi e papritur. Por çfarë do ai nga ne? Pyeti ai me frikë të pastër. Arditi e shikoi djalin drejtë në sy. Dua të them diçka që se kam thënë asnjëherë. Ai mendon se unë bëra diçka të patolerueshme. Por në të vërtetë, gabimi im I vetëm ishte që I besova. Unë se kam tradhtuar kurrë, por ai ka jetuar 18 vite me bindjen se unë e shkatërova jetën e tij. Psikologjia ndërhyri butë. Ky është një person që kërkon hakmarrje. Dhe tani, kur ti ke sukses, kur je I njohur në biznes, ai sheh mundësinë të godas. Duke më sulmuar djalin, tha Arditi me një dridhje zemërimi të pastër. Një detaj I çuditshëm në dhomën e pastrueses ndërkohë që psikologjia po fliste me Eriun. Arditi e ndjeu se duhej të kontrollonte shtëpinë. Duhej të dinte çfarë kishte lënë pas Olta. Hyri në dhomën ku ajo flinte, një dhomë e vogël pranë lavanderisë. Dukej normale, por kishte një erë të çuditshme, si një përzierje shtëpie të kujdesit dhe diçkaje të përhumbur. Ai filloi të kontrollonte dollapin. Rrobat ishin të pakta, shumë të pakta, të gjitha të vjetra. Ndoshta fakti që ajo kishte jetuar një jetë të vështirë I kishte shpëtuar vëmendjes së Arditit, ose ndoshta ajo kishte ardhur vetëm për një mision, dhe rrobat ishin thjesht fasadë. Pastaj ai pa diçka. Një kuti të vogël druri, të futur thellë në dyshek, e nxori jashtë. Kutit prej druri zakonisht mbajnë gjëra personale, kujtime, por kjo kishte një lloj peshe emocionale të çuditshme. Ai e hapi, dhe brenda gjeti
një fotografi të tij, të bërë para 6 muajsh, ndërsa dilte nga zyra, një fotografi të Eriut që luante në park, një zarf me inicialet CB, një blok me shënime, një unaz grash dhe një flet të grisur nga një fletore, ku shkruhej: "Ai do të vuaj." Arditi e ndjeu sikur një rufe i ra në kraharor. Kjo nuk ishte thjesht një pastruese problematike. Olta kishte qenë duke i përgjuar prej muajsh, syt ju ersuan. Psikologjia zbulon se Eri ka fshehur më shumë kur Arditi u kthye në sallon, me kutinë në dorë. Psikologjia ishte ulur në tokë pranë djalit, duke folur shumë butë. Ai të ka thënë ndonjëherë se ka bërë gabim, Eri? Ai njeriu që e dërgoi atë gruan. Eri lëvizi ngadalë kokën, jo. Vetëm më tha se babi im e ka tradhtuar dikur, që babi ka shkatëruar jetën e tij, dhe se tani ai do t'ia kthej me të njëjtën monedhë. Psikologjia e shikoi me një lloj trishtimi të butë. Dhe ti e besoje? Po, kisha frikë, shumë frikë. Ai më thoshte se nëse tregoja, do të merrte ty, babi. Arditi ju afrua dhe e kapi dorën e djalit me forcë. Asgjë nuk do më marr nga ty. Asgjë. Dhe ajo që ai thot është gënjeshtër. Eri e pa në sy. Babi, ai tha edhe një gjë tjetër. Arditi ngriti vetullat. Çfarë? Tha se nuk është vetëm. Psikologjia ngriti kokën. Kjo është shumë e rëndësishme. Do të thotë se Sokol Bardhi ka njerëz, ndoshta disa që e ndihmojnë. Arditi hapi kutin. Kam gjetur këtë. Psikologjia, sapo pa fotot, u ngrit në këmbë. Kjo është provë e pastërndjekjeje. Zotëri, kjo nuk është më çështje thjesht personale. Kjo është kriminale, e organizuar. Eri nisi të dridhej. Babi, çfarë do ndodh tani? Arditi e mori në krah. Do të mbroj. Do të bëj gjithçka, por duhet të di më shumë. Një vërtet që Arditi nuk e kishte thënë ende teksa psikologjia, po shkonte të telefononte policinë specializuar për raste kërcënimesh. Arditi u ul pranë djalit, birë më dëgjo. Ajo që kam bërë në të kaluarën, ka qenë thjesht një mosmarrveshje biznesi. Unë nuk kam bërë asgjë të keqe, por ai është bindur se unë e tradhtova. Dhe njerëzit e lënduar bëhen të errët. Eri rudhi vetullat. Babi, po sikur ai të ketë diçka më shumë. Diçka që ti nuk ma ke thënë. Arditi ngriti kokën. Ai e dinte se kishte ardhur momenti të thoshte të gjithën. Gjithçka që kishte mbajtur të fshehtë për 18 vite. Ai mori një frymë të gjatë. Ka një gjë që nuk ta kam thënë, nisi ai. Eri e pa me sy të mëdhenj, të friksuar. Kur unë dhe Sokol Bardhi punonim bashk, ai nuk ishte vetëm partneri im. Ai ishte një mik i ngushtë, po thuaj vëlla. Por ai u përfshi në gjëra të rrezikshme, dhe për pak, për fajin e tij, ne u futëm në probleme me njerëz që nuk duhej t'i njihnim. Eri e mbajti frymën. Në atë kohë, vazhdoi Arditi, unë njoha maman tënde. Dhe për të dalë nga ajo situatë, dikush duhej të merrte fajin. O unë, o ai. Psikologjia u afrua përsëri pranë tyre. Ardit çfarë po thua? Burri ngriti syt. E lash atë të rinte vetëm para ligjit. E lash të binte në burg. Sepse unë kisha një familje që po ndërtoja. Sepse unë s'mund të shkatërohesha. Eri shtangu, kështu që unë e tradhtova. Zëri i tij u drodh. E lash shokun tim të bjerë. E lash të shkatërohej. Psikologjia mbajti frymën. Eri qëndroi ngrirë. Arditi tha fjalën që nuk e kishte thënë kurrë. Ky është mëkati im. Dhe tani ai është kthyer. Në atë moment dera e shtëpisë trokit fort, të gjithë ngrin. Dikush ishte jashtë. Dhe zëri që u dëgjua përtej derës ishte ai më i frikshëm i të gjithëve. Hape, Ardit. E di që je brenda. Mbrëmja kishte rënë mbi qytet. Ndërtesat e larta përreth vilës së Aronit shkëlqenin në errësirë, ndërsa brenda, vajza e tij, kishte rënë më në fund në gjumë, e mbështjell me një qetësi të brisht, të fituar pas shumë lotësh. Aronit ju desh kohë ta binte të flinte. Çdo zhumë e vogël e bënte të dridhej. Çdo hap në korridor e kthente kokën me frikë. Ai uli ngadalë dritën e dhomës dhe qëndroi disa minuta duke vëzhguar. Në fytyrën e saj të vogël kishte ende shenja tronditjeje. Por ai u betua me veten se ajo do t'i kalonte. Do t'i shëronte plagët e saj, një nga një. Do të luftonte për të, deri në fund. Kur e mbylli derën pas vetes, ju duk sikur e gjithë bota u bë më e rëndë. Në dhomën e ndenjes, avokati i tij, Oresti, po priste me një dosje të trashë mbi tavolinë. Kishte ardhur me njëherë sapo Aroni e telefonoi pas ngjarjes. Është më keq se që imagjinoja, i tha Oresti, duke shtypur pak syzet mbi hun. Kjo grua ka precedent. Jo penal për dhunë, por ka pasur ankesa për sjellje të çrregullt në punët e tjera. Të gjitha të mbyllura. Askush nuk i ka shkuar deri në fund. Aroni ndjeu një furie të brendshme. Nëse dikush do të kishte folur, nëse të paktën një prind do të kishte ngritur zërin, ndoshta brenda do të ishte e sigurt sot. Oresti tundi kokën.
Sistemi është i tillë. Njerëzit kanë frikë. Mendojnë se s'kan prova, ose se nuk ja vlen. Po unë do të flas, tha Aroni me një vendosmëri të hekurt. Këtë herë nuk do të hesht askush. Në mëngjes, policia u rikthye në vilë për deklarata të detajuara. Brenda nuk u detyrua të fliste. Psikologjia e specializuar sugjeroi që intervista të shtyhej derisa ajo të stabilizohej. Aroni e pranoi me zemër të rëndë, por i besoi profesionistëve. Ama ai vetë foli gjatë. Me zë të dridhur, i përshkroi oficerëve çdo detaj. Hyrjen e tij të papritur në shtëpi, ulërimën e vajzës, mënyrën si pastruesja, Alba u kthye të meruar, fytyrën e shtrembruar, duart e saj të shtrira drejt fëmijës. Një skenë që Aroni e dinte se do ta ndiqte gjithë jetën. Njëri nga oficerët i tha: "Gabimi juaj është vetëm një. Ja lat vajzën një të huaje." Dhe Aroni e ndjeu si shuplak atë fjalë. Ishte e vërtetë. Asnjë pasuri nuk e mbulonte dot fajin e tij. Asnjë vila, asnjë makinë, asnjë firmë. Kishte qenë i vonuar, shumë i vonuar. Kur policia iku, Aroni u ul në shkallët e korridorit. Ndjeu nevojën të mbështeste kokën në duar. Ishte i raskapitur. Net pa gjumë. Ditë plot faj. Çdo moment i rikthej skena. Vajza e tij duke u dridhur, duke i thënë babi mos ik më kur nga shtëpia. Dikur, ai kishte menduar se dhimbja ishte e barabartë me përpjekjet e tij për sukses. Por kjo dhimbje ishte krejt tjetër. Kjo ishte dhimbja e një babai që nuk kishte qenë aty kur duhej. Në atë çast trokiti dera. Ishte nëna e Brendës, Elena, e ndar prej vitesh nga Aroni, por me një zemër që nuk e lidhte asnjë dokument ligjor me vajzën e saj. Më treguan çfarë ka ndodhur, tha ajo me një zë të thyer. Më fal që nuk isha aty. Aroni ngriti kokën, i lodhur, i thyer, por i sinqert. As unë nuk isha aty. Të dy e lam vetëm. Elena u ul pranë tij. Lotët i rridhnin në heshtje. E rëndësishme është që ajo është gjallë, i tha. Dhe ti e shpëtove. Dhe nëse do të kishin qenë edhe 5 minuta të tjera. Nuk kanë qenë, i tha ajo, duke i vënë dorën mbi dorë. Dhe tani jemi këtu. Për të, në atë moment, asgjë nga e kaluara nuk kishte rëndësi. As grindjet, as ndarja, as egoja. Kishte vetëm një gjë që i bashkonte, Brenda. Aroni e bindi Elenën të qëndronte disa ditë në vilë. Ai nuk donte që vajza të zgjohej e të mos e shihte as njërin, as tjetrin. Pas asaj nate, Brenda e kërkonte sidomos nënën. Të dy, Aroni dhe Elena, në heshtje, filluan të sillen si prindër që kur nuk ishin ndarë. Gatuan bashk, qëndruan zgjuar pranë vajzës, i lexuan libra, i kënduan, i mbajtën dorën. Çdo gjest i vogël për vajzën ishte një copë shërimi, por edhe një kujtesë dhimbjeje për ta. Një ditë më pas, Oresti erdhi me lajme të reja. Ka diçka që duhet ta dini. Alba nuk ka vepruar vetëm këtu. Ka dyshime që ka punuar në një familje tjetër dhe ka pasur sjellje të dyshimta. Por familja nuk ka folur kurrë. Aroni ngriu. Pse nuk foli? Sepse ishin njerëz të thjeshtë. Mendonin se nuk do t'i besonte askush. Dhe ndoshta kishin të drejtë. Por tani gjithçka ka ndryshuar. Tani ka një hetim zyrtar. Dhe emri i atij fëmije do të dalë. Ata janë gati të flasin. Aroni e ndjeu zemrën të rrite me forcë. Pra ka pasur edhe një tjetër, po. Por mos u shqetësoni, i Zoti Aron. E vërteta do të dalë. Dhe drejtësia kësaj here nuk do të vonoj. Aroni mbylli sytë për një çast. U betua se do të shkonte deri në fund. Jo vetëm për vajzën e tij, por edhe për çdo fëmijë tjetër që mund të kishte heshtur. Mbrëmja ra sërish. Brenda u zgjua pak nga feri i asaj që kishte përjetuar. Dhe për herë të parë pas ditësh ja doli të buzëqeshte lehtë, teksa pa prindërit e saj ulur të dy pranë shtratit. Mami, babi jeni të dy këtu. Aroni përshpëriti. Këtu do të jemi. Për herë. Në fytyrat e tyre kishte lodhje, lot, pendim, por mbi të gjitha një premtim të heshtur. Kur më? Mëngjesi i asaj dite u duk ndryshe. Qielli mbi qytet ishte i qartë, ndërsa një dritë e butë hynte nga dritaret e mëdha të vilës. Brenda, e cila kishte fjetur më qetë se ditët e tjera, u zgjua duke kërkuar fytyrat e prindërve. Elena dhe Aroni ndodheshin të dy në dhomë, duke parë me një dashuri që nuk kishte qenë kaq e fortë as në vitet e martesës së tyre. Ajo zgjati duart drejt tyre dhe të dy u afruan. Ishte hera e parë që Brenda guxonte t'i përqafoj plotësisht që nga nata e tmerrshme. Ishte një përqafim i mbushur me frikë, siguri dhe ripërtëritje. Do të jem mirë, përshpëriti ajo me zërin e thyer. Se ju jeni këtu. Aroni mezi mbajti lotët. Ne s'do të largohemi më kurrë, zemër. Në sytë e vajzës ishte ende një grim frike, por pranë tyre ajo filloi të rikthehej pak nga pak. Dhe ndërsa Brenda fliste, Aroni dhe Elena e vun re. Ajo ishte e gatshme të fillonte procesin e shërimit. Disa orë më pas, dera e vilës u hap dhe arriti psikologjia e specializuar për fëmijë të abuzuar.
Ishte e qetë, e ëmbël dhe tepër profesionale. Brenda filloi të punonte me të në seanca të shkurtra, në dhomën që Aroni e kishte kthyer në një hapësirë terapike me ngjyra të buta dhe lodra të preferuara. Psikologjia. Pas 2 seancave, i thiri prindërit në një bisedë të veçantë. Brenda ka forca të jashtëzakonshme, tha ajo, por plagët e saj emocionale do të kërkojnë kohë, përkrahje të vazhdueshme dhe stabilitet. Ajo ka nevojë për të dy ju, Elena dhe Aroni u pan në sy. Nuk ishte një shikim akuze, as i turpit, por një shikim që tregonte se ndarja mes tyre duhej vendosur për një çast më njan. Brenda kishte prioritet absolut. Do të jemi të dy pjesë e jetës së saj, tha Elena. Të dy ta mbështesim njësoj. Aroni e miratoi me një tundje koke. Nuk dua asgjë tjetër në këtë botë përveç sigurisë së saj. Psikologjia buzëqeshilet. Atëherë jeni në rrugën e duhur. Dita e arrestimit të Albës ndërkohë, jashtë vilës, hetimet po përshpejtoheshin. Alba, duke qenë ndaluar që në natën e ngjarjes, po priste gjykimin. Media filloi të raportonte rastin, por Aroni bëri të pamundurën që emri dhe identiteti i vajzës së tij të mos dilnin në publik. Ai pagoi avokat, paraqiti kërkesa ligjore dhe detyroi çdo institucion të respektonte privatësinë e fëmijës. Por lajmi që të tjerët filluan të flisnin ishte i rënd. Një tjetër fëmijë kishte pasur të njëjtin fat, vite më parë, dhe për shkak se familja e tij nuk kishte letra të rregullta qëndrim në vend, nuk kishte denoncua. Tani, fal guximit të tyre, hetimi kundër Albës u bë më i fortë se kurrë. Kur Aroni e mori vesh këtë, zemra ju drodh. Nëse do të kisha kontrolluar më shumë, nëse do të kisha hetuar të kaluarën e saj, mos e fajso veten, i tha Oresti. Faji është i saj, jo i juaj. Por prindi gjithmonë e fajson veten. Dhe Aroni nuk ishte ndryshe. Gjykimisale e gjyqit ishte e ftohtë dhe e qetë. Alba hyri me duar të lidhura, me fytyrën e zbetë dhe sytë e humbur. Ajo nuk shikonte askënd. Nuk kishte më arrogancën e asaj nate. Duke si një hije njeriu që dikur kishte pasur fuqi të frikshme mbi një fëmijë të pafajshëm. Prokurori lexoi akuzat: dhunim fizik, abuzim psikologjik, cenim i të miturit, veprime të përsëritura në forma të rënda. Aroni qëndroi i ulur, pa folur. Ai nuk donte hakmarrje, donte vetëm drejtësi. Në seancë u thirr edhe familja tjetër që kishte heshtur vite më parë. Nëna e fëmijës atje doli para trupit gjykues, me duar që i dridheshin. Kam heshtur sepse kisha frikë, sepse mendoja se askush nuk do të besonte një familje të varfër. Por kur dëgjova që bëri Brendës e kuptova që heshtja ime ka qenë bashkëfajsi. Trupi gjykues e përfshiu rrëfimin në dosje. Oresti e shtrëngoi fort shpatullën e Aronit. Në fund, vendimi ishte i qartë. Dënim maksimal me burgim, pa të drejtë ulje dënimi në përvjetor. Aroni nuk brohoriti, nuk u lehtësua, nuk u gëzua. Ai thjesht u ngrit, e mori frymën thellë dhe doli nga salla. Drejtësia ishte bërë, por plagët e vajzës së tij ishin ende aty. Pas së gjyqit, përpara duhet të vazhdoi jeta, filloi të kthehet në normalitet të ngadalë. Brenda u kthye në shkollë me shumë kujdes. Aroni dhe Elena morën vendimin të ndryshonin mësuesin kujdestar. Ta zhvendosnin në një klasë ku ajo ndjehej më e sigurt. Psikologjia vazhdoi seancat çdo javë. Aroni, nga ana tjetër, ndryshoi edhe ritmin e jetës së tij. Nuk udhëtonte më shumë, nuk rinte gjatë në zyrë, nuk merrte më angazhime të tepruara. Ai ngriti një zyrë të re pune në katin e dytë të shtëpisë, për të qenë gjithmonë pranë vajzës së tij. Tani çdo mëngjes e çonte vetë në shkollë. Çdo pasdite ulej me të bënte detyrat e shtëpisë, dhe çdo mbrëmje e mbyllte ditën duke thënë: gjithçka që bëj, e bëj për ty Elena, megjithse nuk jetonte me ta, qëndronte shpesh në vilë. Ishte aty në ditët e terapive, në ditët kur Brenda kishte ankth, në mbrëmjet kur ajo friksohej të flinte vetëm. Ata të tre, të ndarë diku nga e gotë dhe mosmarrveshjet, tani ishin më të bashkuar se kurrë. Një moment e ka harohet një mbrëmje, disa javë pas gjyqit, Brenda ul në divan dhe shikoi të dy prindërit me një qetësi të re, që duke sikur po vinte nga një vend i thellë brenda saj. Unë nuk jam më friksuar si atë ditë, tha ndërsa shikonte duart e saj të vogla. Se ju më ruani, Aroni i mbajti lotët. Ishte kaq e vogël, kaq e pastër, kaq e fortë. Ne do të jemi gjithmonë këtu, i tha. Dhe askush s'mund të prek më. Brenda u mbështet në krahët e tij. Për herë të parë, Aroni e ndjeu se vajza po niste ta rikthente besimin tek bota. Dhe ky ishte fitoria më e madhe e jetës së tij. Fund për është fundi dhimbjes. Është fillimi i rikthimit. Historia nuk mbyllet me burgosin e Albës. Historia mbyllet me forcën e një fëmije që mbijetoi, me dy prindër që mësuan të flinin jo për veten e tyre, por mbi frikën e vajzës së tyre për ta mbrojtur. Historia mbyllet me një rikthim të ngadalë drejt normalitetit, me premtimin e pathyer të dy prindërve. Askush do të lëndojë më askush,
Dhe Brenda, e cila dikur e pa botën me tmerr, tashmë e shihte me nëngjyrat e shpresës, sepse drita rikthehet, edhe pas natës më të errët.